Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi në orët e vona të së hënës një rezolut të hartuar nga Shtetet e Bashkuara, i cila mbështet planin e presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në rripin e Gazës. Dokumenti, konsideruar një nga ndërhyrjet më të rëndësishme diplomatike të viteve të fundit, autorizon vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi në territorin palestinez dhe hap rrugën për krijimin e një administrate të përkohshme transitore. Sipas planit, 20 pikësh të cilën Izraeli dhe Hamasi e kanë pranuar në parimin në fazën e tij të parë, parashikohet anëpushimi i menjëhershëm dhe lirimin e pengjeve të mbetura, por rezultati i AKB-s shihet si një element kyç për të legjitimituar strukturën e re të qeverisëse, që do të menaxhojë rindërtimin dhe rikëmbjen ekonomike të Gazës, si dhe për të ofruar garanci vendeve aleate që po shërtojnë dërgimin e trupave në misionin e stabilizimit. Teksti i rezolutës u jep mundësi shteteve anëtare të marrin pjesë në të ashtu quajtur Bordi i Paqes, një organ i kryesuar nga presidenti Trump që synon të funksionojë si autoritet transitor gjatë periudhës së rikonstruktimit. Përmes tij do të mbështetur edhe çmilitarizmi i territoreve, përfshirë shkatrimin e armëve, tuneleve dhe infrastrukturës ushtarake. Hamasi tregoi menjëherë pas votimit duke cilësuar rezolutën si përpjekje për vendosjen e kujdesarisë ndërkombëtare mbi Gazën, diçka që sipas lëvizjes vjen ndesh me vullnetin e popullit palestinez. Grupimi përsëritet se nuk do të pranojë çarmatimin e të forcave të tij, duke e cilësuar rezidencën të drejtë dhe legjitime. Në anën tjetër, ambasadori amerikan i AKB-s Mike Waltz cilsoi votimin si hap të drejtë vetëvendosjes së Palestinës dhe perspektivës së re politike ku degëdëlliri do të zëvendësojnë raketat. Rusia dhe Kina ndonëse kritikuan mungesën e një roli më të qartë të AKB-s në qeverisjen e ardhshme të Gazës, vendosën të mos bllokojnë rezolutën. Moska u përmbaj duke i hapur rrugë miratimit. Autoritetet palestineze e mirëpriti vendimin duke deklaruar si ishte i gatshëm të angazhohet me zbatimin e planit, ndërkohë vetë Trump e quajti votimin moment historik dhe një pikë these për paqen në lindjen e mesme. Në terma praktike, miratimi i rezolutës shënon fazën e parë drejt krijimit të një mekanizmi të ri ndërkombëtar që synon stabilitet, rindërtim dhe një horizont politik për Gazën. Megjithse zbatimi i saj pritet të hasë me sfida të mëdha, sidomos përballë kundërshtimit të Hamasit dhe dinamikave të tensioneve rajonale.